lojrat mesdhetare. 2030. Është mirë që Kosova e ka marrë përgjegjësinë për organizimin e lojrave mesdhetare. Unë e frikojmë që e më vanë. Që po e përjashtojmë këtë çështjen e financave. Po thëmë që po sigurohen financat. Po veç koha. 20 stadione. Kumare? Zbo 20 stadione. Po kumare, po se bo një? Ajo është hajgore. Po nuk u bo një për 6 vjetë. Po një nuk u bo. E di, ajo është hajgore, 20 stadione zbohen. Ja, është mirë që partia në pushtet i ban do premtime edhe ka letë se ma nuk ka nevoj me ndërru premtimet. Çdo fushat zgjedhore me vazhdu me premtimet njëka. Që po supozoj që kjo qëndron. Problemi është që ka me pas afate qëto parat e BE-s. 2027 është dashur me qenë të harxhuara. Nëse s'janë ka vonohen edhe humbja shihet. Lojnat mesdhetare 2029 është dashur me i pas jo vetë stadiumin, është dashur me i pas bazenat, është dashur me i pas poligonet që s'kemi pas. Edhe ajo vrejet, nëse vonohër si shtet edhe ja huq investimeve, këto në gjëra që vrejen. Une nuk isha dosht me tinglu pesimist, unë du me thonë që du të me fillu e me punu fart, e shumë seriozisht që me i pas. Për ndryshe, dështimi po është gjoja me keqe që mund në do Kosovë. Që smerëm i vesh për sene bazike. Smerëm i vesh ana duhet edhe një stadium i ri nacional, ana duhet edhe 20 stadium të vogla. Alo diskutojnë ku do të më ndërtu. Edhe ma në nëse na duhet ku duhet, a duhet në Drenica më Bërnicë. Se shdo është të punë më precizuar. To do të me te kalu. To do të me taku të kalurës. Unë prapor i kthena. Po bre me punu shumë. Me garu me program. Me garu me ekip. Se mund është me pas programin e mirë. Mund është programi jëtë me i adresu me të vërtet nevojat dhe prioritetet e Kosovës. Mirë po, nëse s'ki njerëz që zbatojnë programin, a ngellet në letër. Një teloshe tjetër e madhe. 350 milion euro, po më duket ke shifra e mëram, 5 vjetë e funit që ju kam tha, prej përmbaruzve ju kanë tha shtetit. Prej tëne gati 90 milion euro i këshin marrë avokatë dhe përmbaruz, si mas asociacionit komunave. E pora, qysh është e mundshme një shoqate avokatëve dhe përmbaruzve, ose sindikat, ose qatë dush mi thonë në rjetë, me ja thonë 90 milion euro shtetit edhe mos mu bojë madhe kur të bojë 90 milion. Me ato që ata kanë kry punën e tëne, s'po thonë që e kanë shke ligjin ose... Po këthejna në fillim. Mendoj që kontratat kolektive